Me mallëngjimin, me motive nga Rashid Krasniqi, interpretuar nga Inva Mula dhe kori i fëmijëve Okarina, u hap nata e tretë e festivalit ndërkombëtar të muzikës Çarshia. Mbrëmja gala, Inva Mula and Friends mblodhi artistë vendas dhe ndërkombëtar, të shoqëruar nga Orkestra Simfonike e Shkupit Ajga, ata sollën repertor operistik, klasik dhe krijimtari shqiptare. Jo ishte më shumë se që kam pritur, se publiku ishte i mrekullueshëm. Ishte një publik i cili vërtet na mbuloi me emocion, na mbuloi me një energji të jashtëzakonshme. Shiko, ne kur jemi në skenë, kemi nevojë për këtë përkrahje dhe ne ndjehet, pa folur ndjehet. Kështu që unë mendoj të gjithë ishin këtu për të kënaqur, ishin për të festuar një festival të ri, edhe në këto kohë të çuditshme që po kalon bota, ne hapim një festival të ri. Ky është mesazhi më i bukur i paqes, është mesazhi për të gjithë brezat që të vinë, që të kalojnë me art, të kalojnë me muzikë, të kalojnë me gjëra të bukura, që dhe bota tyre të jetë më e mirë. Dhuruat shumë magji, shumë bukuri dhe shumë dashuri. Shpresoj që rrugtimi dhe ky festival mos të ndaloj këtu dhe uroj që të jetë një vazhdimsi e më të tillë. Sigurisht, ky ishte një edicion i parë i festivalit Çarshia, Festivali Internacional i Muzikës Çarshia, dhe emri është shumë i bukur, edhe unë mendoj që Çarshia e meritonte një festival. Ndoshta ishte i vonuar, po më mirë vonë se sa kur, tani e kemi një festival tonin. Ajo që më bëri përshtypje, më fal edhe këtë pjesë, ajo që më bëri përshtypje është që dashuria që ju e dhuruat për Shkupin, ju dhurua me shumë dashuri, ishte edhe përurimi e një rruge e cila e mban emrin e kompozitorit të njohur, sigurisht është edhe babai juaj. Çfarë ju bëri si u ndjete edhe ju? Unë ndjeva sigurisht shumë emocionuar dhe falenderova në të njëjtën kohë babin tim për gjithë dashurinë që më ka dhënë, për artin që më ka dhënë, për adheun, mi ka dhënë të dyja bashkë. Dhe sot e falenderova se isha krenare për të, dhe në të njëjtën kohë falenderova ju shqiptarët e Shkupit që ma bët një nder të tillë. Jam vërtet shumë e lumtur për këtë. Pjesëmarrja shqiptare e vlerësoi edhe Ministria e Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Kosovës. Ishte fantastike, është me të vërtetë kënaqësi që jam sonte këtu. Kudo që është Inva natyrisht që ka magji, dhe vetë ambienti, performancat, e jashtëzakonshme, kështu që është fillimi natyrisht dhe unë e shoh që është një festival që jo vetëm se do vazhdoj vit pas viti, po dhe besoj që do të bëhet edhe shumë më i madh. Edhe me të vërtet qyteti është me fat që ka fillu me një festival të tillë dhe mendzi po pres me patutje se si do zhvillohet. Urojmë që zhvillohet bukur, mirë po e bukura e kësaj mbrëmje ishte edhe Orkestra Okarina, grupi korit i udhëhequr edhe nga një dirigjente e mrekullueshme, cila është përshtypja juaj edhe për pjesëmarrjen e artistëve kosovanë në këtë skenë dhe me artistë të njohur botror. Është me rëndësi, përveç asajna, mendoj që kemi shumë edhe si shqiptar për tregu rreth pjesës së kulturës tonë, qoftë edhe në këtë rast më specifik në pjesën e muzikës klasike. Ne mburremi me pjesën e Okarinës, që janë fantastike, dhe është kënaqësi gjithherë kudo që janë dhe i shohim. Kështu që me të vërtetë e këndshme në këtë ndërlidhjen e muzikës ndërkombëtare klasike, po të njëjtën kohë domethënë edhe me kompozitorë shqiptarë dhe këngë të bukura tona shqiptare. Ke interesant më andaj me pa edhe performancë në këtë rast për shembull prej Rumanisë, është diçka që më pak e kam ndëgjuar të drejtën, edhe ke interesant me pa dhe kanë shumë natyrisht me ndëgju përveç veprave muzikore të njohura botnore natyrisht që gjithherë është e bukur me ndëgju. Po kjo ka kombinimin e të gjithave, e bukur me pa, bukur me qenë në këtë ambient që jemi, bukur me ndëgju edhe kultura të ndëlidhuna me njëna tjetrën, domethënë, kështu që kur është Inva, atëherë ndodh magjia. Festivali ndërkombëtar i muzikës Çarshia për herë të parë në Shkup erdhi ashtu siç duhet të vinte. Jam e befasuar nga performancat, nga çdo gjë që u dha sot për publikun, duke falenderuar pa mas të madhe Inva Mula, e cila bëri të mundur që ky festival të merrte jetë.
pikërisht në qytetin e bukur të Shkupit. Jam shumë e lumtur që isha pjesë dhe që isha edhe pjesë e energjisë që mora dhe nga spektakli dhe nga publiku, çdo gjë ishte në perfekcion. Si një artiste që ju punën tuaj dhe artin tuaj e sillni gjithkund nëpër botë, si ishte përshtypja dhe bashkëpunimi këtu në Shkup edhe me artistët të Maqedonisë së Veriut, mirë po edhe ata janë artistë të cilët kanë shkel edhe skenat botërore. Për mua është një marrëdhënie artistësh e cila ka rrjedhur në rrjedhën e vet dhe ka ardhur ashtu siç duhet të vinte. Domethënë, nuk ishte si të vinte më bukur se kaq. Ka qenë çdo gjë në perfekcion. Në Çajër u përurua edhe rruga me emrin e kompozitorit Avni Mula, kompozitorit të njohur shqiptar. Duam ta mbajmë Ivan kështu më shpesh edhe më tepër në Shkup, përveç arsyes që tash është edhe Festivali Internacional i Muzikës Çarshia, ka edhe rrugën që mban emrin të madhit Avni Mula, i cili ka bërë shumë për muzikën dhe kulturën shqiptare, pra dhe një arsye më tepër që ndihet edhe shkupiane. Po ashtu, te emërtimi i rrugëve mi mundu t'i përfshim jo vetëm pjesën e luftës, e kryetrimave tonë, po aty janë domethënë edhe pjesë që i kanë thonë shkencës, siç është Ferit Murati, Ismail Kadare, po e kemi edhe Avni Mulën, e kemi edhe Parashiris Simaku, mendoj shumë emra qiriazat, shumë emra pra të historisë sonë. Dhe sot për Ivan ka qenë një befasi që nuk e ka ditur, ka menduar se ka qenë aktivitet i festivalit dhe që duhet përurojmë diçka brenda Çajirit dhe në momentin e fundit e ka pa, kur e kemi heqë pëlhurën, e ka pa që është zyrtarizu emri i prindit, pra i babait e Ivas, dhe mendoj që do reflekton kjo që t'jemi më afër njëri tjetrit, duke vlerësuar të kaluarën, po ndërtojmë edhe të ardhmen. Uroj që kjo nismë të jetë një festival i cili do të ketë shumë jetë gjatësi dhe shpresoj që publiku që po i viziton këto 3 net, edhe sonte, kjo mbrëmje sonte, është një dëshmi e vërtet për gjithat bashkëpunim që ju e keni bërë edhe me dëshiren edhe me Ivan Mula. Pra unë shfrytëzoj rastin të ftoj edhe në mbrëmjen finale, ku do jetë serenatat korçare, ku do elaborohen edhe origjina dhe si kanë lindur edhe domethënien, edhe besoj që do kënaqem me atë pjesë të muzikës shqiptare. Pra festivali është këtë vit është mbajtur nga Komuna e Çajirit, që është mbajtur edhe Panajiri i Librit Shqip, dhe duam ta shfrytëzojmë idenë e teatrit të fëmijëve, që fillojmë iniciativë private të Bajrush Mjakut, Refet Abbasi, drejtorojt, dhe mandej kemi mbështetur si komunë dhe në fazë tjetër domethënë zyrtarizohesh pjesë e Ministrisë së Kulturës. Pra ideja është jemi në prag të 25 vjetorit të marrëveshjes së Ohrit, dhe duhet jemi pak ta ngrejmë në nivel tjetër marrëveshjen, këtë furim të marrëveshjes së Ohrit, sepse nuk mundemi me thik ta ndajmë buxhetin në Ministrinë të Kulturës, që kjo është për shqiptarët dhe tjetër është për palët, për maqedonasit dhe të tjerat, sepse atje ndahen mbas fushave, dhe ne nuk mund pretendojmë të marrim për muzikën serioze shqiptare nëse nuk krijojmë festival të muzikës serioze shqiptare. Nuk mund të pretendojmë të marrim për librin shqip nëse nuk e kemi panajirin e librit shqip, pra po mundohemi që Çajiri dhe komunat tona të jenë pra një generator i ideve kreative, që në të ardhmen do mundson ta marrim hisën tonë dhe të kemi më tepër kulturë, më tepër buxhet, këtë kjo në funksion pra të rrugës dhe kultivimit të identitetit tonë shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Krahas muzikës klasike botërore si Puccini, në programu interpretuan dhe agimet shqiptare dhe valsi i lumturisë i kompozitorit Avni Mula, nga soprano Dëshira Ahmeti, soprano e vetme shqiptare në Teatrin e Operës dhe Baletit në Shkup, dhe njëkohësisht dhe bashkëdrejtoresh artistike dhe iniciatore e festivalit Çarshia. Për të, festivali duhet të hap rrugë për artistë të rinj. Sonte do thoja që e finalizuam idenë tonë, sepse që mbas koncertit të 28 nëntorit që organizova këtu në Shkup,
edhe që ishte një koncert madhështor në ditën e 28 nëntorit, dhe Inva ndau kohën që të vinte për atë koncert, që të ishte pranë nesh. Ideja ishte që të bëjmë një festival në Shkup. Dhe sinqerisht jam shumë e lumtur se në muajin prill erdhëm përsëri në Shkup të dyja dhe tham që do bëjmë menjëherë takimin me kryetarin, zotin Mexhiti, që ne të fillojmë që në qershor përgatitjet. Dhe për një kohë shumë të shkurtër u organizoi gjithë ky festival. Inva është artiste e madhe me zemër të madhe. Gjithmonë ka qenë pranë nesh, por në mënyrë profesionale, duke punuar dhe duke vlerësuar dhe idetë e mia dhe punën që unë e realizoj bashkë me të, dhe gjithë këtë besim e kulminalizuam domethënë me këtë koncert sonte, dhe për sigurisht që nuk do të jetë i fundit, por ky është vetëm një fillim. Kështu që shpresoj sonte publiku e ka shijuar, edhe janë kënaqur, shkupianët meritojnë sepse kemi një publik të mrekullueshëm, kemi ambiente të mrekullueshme këtu në pazarin, çarshinë, në këtë vend që është me të vërtet i bekuar për ne shqiptarë, dhe duhet të shfrytëzojmë këto ambiente për të ringjallur artin, kulturën në një nivel më të lartë artistik. Ju e tha që Inva është një artiste e madhe, ajo është shumë pa dyshim, mirë po edhe ju jeni një artiste shumë e madhe dhe e mrekullueshme që artin, po dhe jo vetëm muzikën klasike, e keni sjell pikërisht këtu, e keni krijuar një festival i cili uroj që të ketë një jetë të gjatë, shumë suksese dhe shumë urime dhe shumë faleminderit për festivalin edhe për këtë mbrëmje gala dhe për gjithë shka që ju dhuroni për publikun shqiptar dhe jo vetëm. Faleminderit shumë, faleminderit që na qëndroni pranë, ne do ta ngrisim bashkarisht të gjithë shqiptarët e Shkupit, do ta përkrajmë pa publikun, pa shqiptarët e Shkupit, ne nuk do mundemi që të realizojmë këto net të bukura të festivaleve dhe kështu me radhë. Shkupi, siç e thashë, meriton, dhe un kam mision si një artiste shqiptare e operës, e vetmja vazhdoj të jem, por duke krijuar një rrugë që të hapet për të gjithë të rinjt dhe të vazhdojnë në gjurmët që kam krijuar bashkë me Invën për projekte shqiptare, por dhe në teatr që të vinë dhe të punojmë profesionalisht për të na nderuar në të ardhmen. Çdo herë kur hipni në skenë është si hera e parë, kemi pasur shumë emocione, po edhe përvoja e bën vetën. Përgëzoj për këtë festival internacional Çarshia, i cili besoj se do të jeton gjatë. Është për ne është kënaqësi, është edicioni i parë dhe hapëm këtë festival. Kryetari i komunës ka qenë çdo herë mbështetës për kulturën me vite me radhë, edhe po dëshmon se kultura është ndoshta po sigurisht ura lidhëse ndërmjet popujve, edhe diçka që ta ngrohë zemrën. E përgëzoj trupën e sopranos Inva Mula, ka qenë një mbrëmje e shkëlqyer. Ajo e ka dëshmuar tashmë veten në botë se është një nga më të mirat. Kjo iniciativë që është marrë është një privilegj veçmas për ne shqiptarët, dhe sidomos për Shkupin, dhe kjo është një iniciativë për të duart rokitur nga ana e tyre të cilët kanë nisur këtë mision, i cili shpresoj që të vazhdon edhe më tutje. Shkupi gjithmonë ka pasur, ka dhe do të ketë aktivitete, por në këto 30 vjetë që unë jetoj në Shkup, kjo është gjëja më e bukur që kam parë. Është si nismë e shkëlqyer, që ne të kemi në Shkup dhe muzikën e kultivuar, jo vetëm popullore, tradicionale, që janë mrekullueshme. Por kjo është dhe muzika jonë, dhe në mënyrë të veçantë repertori që ishte zgjedhur sot, ishte nga kryeveprat botërore, gjithashtu edhe këngë shumë bukura shqiptare të përshtatura për këtë lloj koncerti, siç ishte për shembull kënga e Bareshës, e cila ishte çifteli me pianon e madhe, apo kombinime të tjera të këngëve tona me orkestrën simfonike të Maqedonisë, të Filharmonisë të Maqedonisë që e kanë shumë të mirë, dhe ishte një përshtatje shumë e bukur, është një fillim shumë i bukur. Më pëlqeu dhe mbrëmja e parë që pash, orkestrale, nesër pres Korçarët t'i shoh, e njoh grupin dhe shpresoj që kjo të zhvillohet edhe është një gjë shumë e bukur dhe Shkupi ofron dhe ambiente të mrekullueshme që jo se cili qyteti ka, bile ngi keq që nuk janë aq të shfrytzuara. Nisma është e shkëlqyer, unë jam e emocionuar nga ky
koncert, ishte gjithë shpirt. Dhe në mënyrë të veçantë një artiste e madhe si Inva Mula, e cila e ka marrë përsipër, ajo ka njohje, ka lidhje, mund na sjell gjëra të mrekullueshme në vazhdimsi. Të them drejtën, i gjithë organizimi, domethënë sa i përket festivalit dhe në përgjithësi përmbajtja dhe përmbushja e komplet këtij eventi që është organizuar domethënë nga komuna e Çajirit, domethënë është një event i qelluar sepse i përmbush dua të them edhe kërkesat, po edhe gjithsesi është një impakt ose një ndikim i madh në kuptimin për ngritjen e vetdijes dhe kontributin edhe kultivimin e kulturës tonë. Domethënë si në aspektin atë kombëtar, po ashtu edhe në aspektin e eventeve të tilla, domethënë si lloji i këtij eventi, siç i kemi shembull ja sopranon e mirënjohur, siç është Inva Mula, si tenor, si sopranët e ardhur edhe nga Republika e Kosovës, etj, me të cilën shembull të kontribuojnë në ngritjen e një nivelit kulturor, do të them në këtë troje ose në këtë vend, mbase domethënë edhe Çarshis i jep edhe një farlloj, si të them, jo vetëm kontributi, po edhe një farlloj dekori ose zbukurimi kulturor. Dua të citoj Churchill, cilin e kemi, bustën e cilit e kemi pikrisht para komunës tonë, i cili në një situatë konflikti, mblodhi qeverinë e tij, tha se të gjitha fondet e qeverisë duhet të shkojnë në luftë, vetëm fondi për kulturë duhet të mbetet, sepse po e humbëm identitetin, ne kemi humbur çdo gjë. Festivali vazhdon edhe sonte në mbrëmjen përmbyllëse, ku publiku do të ketë mundësi të dëgjojë këngë dhe muzikë korçare, duke synuar të kthehet në traditë dhe t'i sigurojë muzikës shqiptare dhe jo vetëm më shumë hapësirë dhe përfaqësim institucional.